Një pjesë e shkrimeve më të rëndësishme të historianit gjerman Leopold von Ranke janë përmbledhur së fundmi në një botim antologjik i përkthyer në shqip nga historiani shkodran Gerard de Nicari. Ranke, i njohur si themeluesi i departamentit të parë modern të historisë në shekullin 19 në Universitetin e Berlinit, mbetet një figurë kyçe për mënyrën se si historia studiohet dhe shkruhet sot. Është një libër, le të themi, i vëllimshëm, i cili nuk ka vetëm shkrimet analitike të Leopold von Rankes që lidhen mbi procesin e histori shkrimit, por ka gjithashtu edhe ekstrakte nga veprat të tjera të tij mallore. Redaktoria e librit është poetja Ledia Dushi dhe njëkohësisht drejtuese e Bibliotekës Publike Marin Barleti, ndërsa për rëndësinë e këtij botimi u shpreh edhe pedagogja e Universitetit Luiç Gurakuçi Nertila Ljarja. Kjo është edhe një prekje e re, me thënë, një element i ri, që është në fakt pjesë e një dëshmie historike të kohershme. Faktikisht është një punë shumë e mirë e Gjerardës, është një punë që pritej nga Gjerardëja, pasi ai ka qenë gjithmonë një punëtor shumë i zellshëm, shumë vullnet dhe jena shumë krenar për Gjerardën. Ky është libri i 9 i përkthyer nga Nicari, i cili ka sjellë në gjuhën shqipe një sër veprash të autorëve klasik të historiografisë botërore. Botimi pritet të shërbejë në mënyrë të veçantë studentëve të degës së historisë në rrugtimin e tyre akademik.